Vrasja e Martin Canit vazhdon të trondisë opinionin publik, ndërsa pritet zbardhja e plot e kësaj ngjarje. Ndërsa autoritetet vjojnë hetimet në rrjetet sociale, është publikuar një video tronditëse që tregon momente dramatike kur fëmijët konfliktohen dhe më pas vrapojnë për të larguar nga vendi i ngjarjes. Pas publikimit të pamjeve, reagimet kanë pushtuar rrjetin social, ndërsa më të prekur emocionalisht janë prindrit e Martin Canit. Në një apel në emisionin Me zemër të hapur në News 24, nëna e Martinit bën thirrje për respektim të dhimbjes, duke theksuar se po kalon momente shumë të vështira emocionale. Emocionet ta shumë forta, do të thënë nuk arrita që ta shikoj videon, edhe nuk e kam parë videon, me thënë drejtën, se sa po e hap burri, do të thënë sa kam pa Martinin që ishin të dy bashkë, ndjeva shumë keq. Edhe nuk arrita, do të thonë që ta shikoj deri në fund. Nëna e Martin Canit tregon për News 24 se ishte hera e parë që përballej me pamjet e asaj dite dhe se kjo ishte një goditje e madhe për të dhe familjen e saj. Ne si prindër jo, sepse unë kur kam shkuar dhe në seansat gjyqësore, do të thonë çdo gjë është me dyert mbyllura dhe duhet të respektuar disa etika, do të thonë disa ligje, disa rregulla që ne duhet të respektojmë, ose edhe kur unë, do të thonë gazetarët apo mund të jenë edhe më të informuar se sa unë, edhe kur kam dhënë intervista kam qenë rezervuar çfarë është thënë, do të thonë në sallën e gjykatës, por gjithsesi çdo kush e di vetë, do të thonë çfarë mund të flasi, edhe çdo kush e di vetë, do të thonë përgjegjësi që mund mbaj. Ndërsa ditët kalojnë, prindrit e Martin Canit kërkojnë drejtësi. Ata theksojnë se familja e autorit nuk është afruar tek ata dhe nuk ka ndarë dhimbjen e tyre, ndaj kërkojnë drejtësi dhe dënim maksimal për përgjegjësin e ngjarjes.